Në një kohë kur Edi Rama vazhdon llafologjinë e tij të pafundme dhe nuk thot asnjë fjalë për problemet e panumërta të qytetarëve shqiptar. Nafta ka arritur në Shqipëri 2.300 lekë, ndërkohë që në bursë është gjithsej $85-90. Por i kujtoj shqiptarët këtu se me 11 korrik të vitit 2008 është një datë e veçantë, është data në cilën nafta në bursa ka patur çmimin më të lartë të 20 viteve të fundit. Ajo arriti në $147 nafta bruto në bursa. Në Shqipëri ajo shitej me 1.600 lekë. Do më thënë, shitej 30% më lirë se sa shitet sot, kur në bursë kushton gjithsej $85. E gjitha kjo për një akt kriminal të qeverisë, e cila taton naftën 2 herë më shumë se Maqedonia, se Kosova dhe se shumica e vendeve tjera në botë.